njerëz që shpërndojnë dezinformatë janë këgjatmeshëm. Domethënë nuk janë që bëhet pa strategji. Raporti po konstaton që gratë janë më të sulmume. Cilat gra edhe qysh e keni konstatu që gratë kanë qenë në këtë fushat më sulmume se burrat? Tash, gratë të zëshme janë të sulmuara. Domethënë secili politikan që që është tu e marrë vëmendjen pak më shumë, që ajo me automatizëm shfrytëzohet prej njerëzve që shpërndojnë dezinformata dhe sulmohet. Për shembull, është zonja Mimoza Kusari Lila, që është njëra prej më të sulmuarve, është Hykmete Bajrami, që është njëra prej më të sulmuarve, Ganimetja, që është prej PDK-s, po ashtu më sulmuar me disa gra tjera. Pra, këto janë gra të cilat definitivisht skajshmërisht e sulmuar. Po absolutisht po, edhe pse ajo nuk është shumë e zëshme, por megjithatë e kam pas sigur që është krahi djathtë i Albinit dhe hajde të sulmojmë sepse po ja them krahun, por njerëz që shpërndojnë dezinformatë janë këgjatmeshëm. Domethënë nuk janë që bëhet pa strategji. Plus përtej dezinformatë dhe informacionit të rrallë. Strategjia me i sulmu gratë e zëshme? Po strategjia është mi portretizu si dikush që është pro me Serbinë, që është argati Serbisë, që kënë vjedh pare për shembull për Hykmeten, vazhdimisht ja postojnë 2.1 milionë në skandalin që ka qenë atë kohë të ministrisë, ndërkohë kjo ka qenë njëra prej personave që e ka sinjalizuar rasin, pra e ka bërë të madhe, nuk është në akt akuzë, nëse kishte qenë përgjegjësi shko në akt akuzë, personi i cili ka qenë atëherë shefi thesarit, sot është guvernatori BÇK-s, pra prokuroria i ka bo hetimet, e din kush i ka bo vjedhin. Kanë mujt me dhonë ndërheqje për shkak se ka ndodhur diçka, mirë po përgjithësi penale prokuroria nuk ka gjetë. Pra s'kem pse i thojmë dikujt na hajnë i cili nuk i ka vjedh ato.